Organet fiskale e kanë këtë qasje dhe e kanë këtë sjellje, që sillen egër, fort, shumë fort me të doptin dhe natyrisht mungojnë në kontrolle në dy drejtoritë më të rëndësishme, thuhet në raportin e kontrollit lartë shtetit. Edhe në drejtorinë e tatim paguesve të mëdhenj, edhe në drejtorinë e Tiranës. Dhe për t'ja u materializuar, nuk kam se si mos ta sillja në vëmendje pikërisht këtë akt konstatimi, apo Gjobe. Vendosur në një biznes në Tiranë, në periferitë të saj, edhe doja t'ja u lexoja sepse me thënë drejtën ka bërë shumë përshtypje. Në momentin e kontrollit thuhet, u vërtetua se nuk lëshon faturë tatimore, autofaturim për mallin njomës, gjiz, më shqip, me çmim 229 lek për njësi, në sasin 15.82 kg. Dhe gjoba është 820.000 lek të reja, ose 8.2 milion lek të vjetra, për 15 kile njomës apo gjiz. Ndërkohë që kontrolli në dy drejtoritë më të rëndësishme të tatimeve mungon.